Një tjetër diamant nga Kosova po shkëlqen në Gjermani. 16 vjeçari Erblin Osmani ka filluar të zë vend te giganti gjerman Bayern Munich. Sipas raportimeve të Bild, trajneri Vincent Kompany e ka ftuar për herë të parë të stërvitet me ekipin e parë, një hap i madh për super talentin. Osmani konsiderohet si një nga talentet më të rrallë në klub, i cili me Bayernin U17 ka 9 paraqitje, 1 gol dhe 4 asistime, plus edhe 2 ndeshje me U19. Bayerni mori Osmani që 8 vjeçar nga Milbertshofen dhe tani po e shpërblen për formën fantastike duke afruar me yjet e ekipit të parë. Konkurrenca te Bayerni është jashtëzakonisht e fortë dhe hapësirat për të rinjt janë të kufizuara, por ftesa për stërvitje me ekipin e parë është një sinjal i qartë i besimit të klubit. Osmani, aktualisht kapiten i Gjermanisë U17 dhe me të drejtë për të përfaqësuar Kosovën, po ndërton hapa të rëndësishëm në karrierën e tij. Tashmë mbetet të shihet kur do të vijë edhe debutimi zyrtar me skuadrën e parë të bavarezëve.